mos më fole pak, se më the që je martuar ke 2 djemë, të rojnë qofshin jetë gjatë, po nuk më the me të cilën je martuar dhe si një njojtur, nga është zonja? Martuar me... Çfarë profesioni ka? Valbona, me mbiemër Mersini, me origjinë nga qyteti Vlorës, vjen nga një familje me vlera të mëdha patriotike. Jemi njojtur në qytetin e Detroitit duke studiuar për provimet e njësimit të diplomës. Kemi mbaruar të dy fakultetin e mjekësisë, jemi njojtur këtu, dhe më pas kemi qenë miq shumë të mirë, më pas vendosëm që të lidhemi dhe ta vazhdojmë rrugtimin ton familjar së bashku. Ku punon Valbona? Valbona punon në një njëjtën kompani që punoj edhe unë, pak a shumë kemi ndjekur gjurmët e njëri tjetrit. Kur kemi ardhur këtu që natyrisht jemi fokusuar tek njësimi i diplomës dhe anën e zhvillimit profesional dhe gjitha provimeve që na duhet t'i jepni këtu për të bërë njësimin e diplomës. Pastaj edhe unë edhe ajo kemi punuar së bashku në Universitetin e Michiganit për 10 vjet, dhe mbas si kemi mbaruar në universitet, ose mbas 10 vjeçarit që kemi punuar në Michigan, kemi kaluar në korporatën, cilën e përmendet edhe ju, Fortrea Drug Development, që është një kompani apo organizatë globale për kërkime shkencore klinike, dhe aty punojmë së bashku në fushën e kërkimeve shkencore. A keni patur në një vështirësi në jetën tuaj këtu në Amerikë, edhe si e keni kaluar, kështu si eksperiencë? E kjo fjala bëhet në periudhën e fillimit, sa janë dhe këto vetë gjua, janë kultura, mundësia e punësimit, dhe shumë gjëra tjera. Po vështirësitë janë të pranishme gjithmonë, Gani. Gjua është e para, kultura, sistemi, se si funksionon kjo shoqëri, si funksionojnë këto institucione, rregullat këtu, kultura, tradita, se çdo vend pune ku je ka të mini kulturën e vet. Gjithmonë flasë për kulturën e përgjithshme amerikane. Kush është kultura e përgjithshme amerikane që e udhëheq këtë komp. Por çdo organizat ka dhe një mini kulturë të vetën. Dhe përshtatja ka qenë ajo që i ka menaxhuar të gjitha vështirësitë që kemi pasur neve në këtë. Pak më parë ju thatë shpejt, edhe kështu vetëm si numëruar, po si ndërtohet juve hap pas hapi rrugën tuaj drejt profesionit të mjekut këtu në Amerikë? Sigurisht, ju bazat i kishit marrë, por dushe konvertuar diploma, shumë gjërat, cilat janë edhe për eksperiencë, për ka shumë njerëz që vinë edhe janë skeptik, kanë frikë. Me punë të palodhur, me disiplinë, me përkushtim, me përgjegjësi, me një qëllim të qartë që vazhdo përpara, vështirësitë janë të përkohshme, do i kalosh me një fokus shumë të qartë për objektivin që i ke vënë vetes, se ku do të arrish. Ky është një udhëtim, nuk është një destinacion. Edhe vetë Amerika, për mua, për familjen time, apo për shumë të tjerë, besoj është e njëjta, është një rrugtim, nuk është një destinacion. Dhe gjitha ajo punë apo përkushtim që ke ti nuk do të lënë në baltë. Do të shtyjnë të ecësh përpara. Dhe besoj kjo është krenaria kryesore që kam, që puna, përkushtimi dhe përgjegjësia të nxjerrin dritë. Pse zgjodhët, doktor, të merrni fushën e studimit të kancerit, gjirit, prostatit dhe të gjakut? Është një fushë me sfida shumë të mëdha, dëshira ime shumë e madhe ka qenë që të ndikoj sa më pozitivisht në përmirësimin e jetëve të njerëzve. Dhe kjo fushë është një fushë e dhimbshme, e ndjeshme, për pacientët, për familjarët e tyre, dhe çdo ndikim pozitiv
madh apo qoftë edhe të vogël ndonjëherë, sepse zhvillimi në këtë fushë ka qenë i ngadalt, do të thosha, të jep një satisfaksion të veçantë kur e shikojnë që ja ke shpëtuar jetën një pacienti nga kanceri, apo ja ke zgjatur jetën edhe 5 vjet. Dhe ky person sot është në gjendje të shoh vajzën apo djalin e vet të graduohet nga kolegji. Të gjitha këto janë gjëra që na shtyjnë dhe na bëjnë të punojmë akoma më fort, me përkushtim më të madh për të patur arritje më të mëdha në këtë fushë. Por kjo do të thosha që është kryesorja për mua. Doktor Metko, juve sot drejtoni programe globale, ekologjike, terapisë gjenetike dhe mjekësisë speciale. Çfarë përfaqëson arritja për ju personalisht? Kjo do të thosha është pika kulminante e gjithë asaj pune që është bërë ndër vite. Gjithë ato që folëm, që nga fëmijëria, që nga ndikimi që mësuesi i parë ka dhënë tek unë, nëna ime ka dhënë tek unë, babai tim ka dhënë tek unë, shoqëria, të afërmit, rruga që kam bërë, vështirësitë dhe sfidat e jetës që kemi kaluar, satisfaksioni që t'i jep ky profesion, është një profesion shumë human. Dhe humanizmi mua më pëlqen. E kam në zëmbër të misionit tim. Humanizmin do ta ketë çdo njeri, po për një mjek është shumë e rëndësishme. Dhe për mua kjo ka qenë pika kulminante. Por në të njëjtën kohë më bën të përulur dhe të përgjegjshëm që të vazhdoj përmirësimin tim, sepse përmirësimi i njeriu besoj nuk ndalon kurrë. Është diçka që vazhdon gjithë jetën e vet. Edhe ditën që të mbyllësh syt, ndoshta do mësosh diçka të re para se të mbyllësh syt. Dhe me këtë parim udhëhiqem në jetë. Doktor, do t'i thrazojmë çik muhabetet, po në mënyrë pozitive. Nëse juve nuk do të punonet në atë institut studimi shkencor, por do të kishet klinikën tuaj. Në çfarë raport do të ishte humanizmi me biznesin? Tek ju, shpirti juaj, ose edhe ashtu si duhet? Besoj që do të isha i njëjti, natyrisht që të vendos përpara një përgjegjësie tjetër, sepse jam aty, punoj në këtë fushë, po në një farë mënyrë jemi të përfshirë pak edhe me financat e institucionit ku unë punoj, sepse janë shumë aktivitete që i përkasin fushës tonë, që duan miratimin e mjekut apo të shkencëtarit për shumë procedura të kërkimeve shkencore që kryen. Shembulli më i mirë do të ishte një spital publik apo privat ku pacienti shkon dhe nuk duhet shqetësohet fare se duhet ta fut dorën në xhep, as duhet ta fut dorën në xhep, duhet ta shpërblej mjekun apo s'duhet ta shpërblej. Është më lehtë edhe për mjekun që të kryej funksionin e vet si mjek, kur ana ekonomike, siç e dim që ndodh në Shqipëri për fatin e vet keq, të mos bëhet pengesë në praktikimin e profesionit tënd si mjek. Natyrisht që kur ke një institucion privat, ke edhe përgjegjësi se ke punëtor, dhe gjithë barra financiare të bie ty. Unë besoj që do të isha i njëjti. Natyrisht me një përgjegjësi më të madhe, sepse tani duhen paguar faturat, duhen paguar punëtorët, duhet paguar qiraja e vendit, dhe të gjitha këto janë pjesë e jetës, si kudo. Do bëni reklam në televizion, do shtonit pacientët dhe do të edhe unë besoj do ishte njëjti. Po patjetër, pse jo? Domethënë këto janë pjesë të pranueshme të shoqërisë sot. Nuk shoh ndonjë asnjë lloj disa problemi me këtë punë. Ç'do të thotë për ju doktor të punoni çdo ditë me smundje që prekin direkt jetën e njerëzve? Është e vështirë, por
si mjek i kësaj fushë duhet të distancosh pak veten nga emocioni, por në të njëjtën kohë të ruash edhe raportin me aspektin njerëzor. Çfarë do të thotë kjo? Që ti t'jesh i mëshirueshëm, ta vësh vendin tënd në vendin e të sëmurit. Se vetëm atëherë e kupton aspektin njerëzor dhe nuk e humbet humanizmin tënd. Në qoftë se i ke këto dy parimet të pranishme, është shumë e lehtë dhe satisfaksioni është shumë i madh, por është një sfidë shumë e madhe gani. Sepse progresi është i mirë, por jo i mjaftueshëm. Po t'jap një statistikë të thjeshtë, të gjitha studimet shkencore, mjekësore që bëhen sot në botë, mbi 90%, do thoshta 90-91% dështojnë. Dështojnë që nuk japin rezultatin e dëshirueshëm që pret ai shkencëtari kur në fillim ka një teori, dhe thotë që teoria ime tregon që kjo molekulë kuron këtë sëmundje apo ndihmon në përmirësimin e kësaj sëmundje. 90-92% të këtyre studimeve klinike dështojnë. Kjo nuk do të thotë që projektet nuk janë kryer në mënyrë suksesshme. Kryen në mënyrë të suksesshme, ekzekutohen në mënyrë të shkëlqyer, sepse ka dhe rregulla shumë të forta që nuk të lënë që të dalësh nga shinat. Por që të marrësh rezultatin që pret është shumë pak, është do të thoshta 5 deri në 8%. Sot kemi bërë goxha progres në fusha në fusha të ndryshme, por puna që duhet të bëjmë do të jetë akoma më e madhe në këtë fushë.